A e dini se çfarë është pensioni suplementar? Po kush janë përfituesit dhe cilat janë kriteret që parashikon ligji shqiptar për të? Të nderuar miq, duke filluar nga funksionarët kushtetues dhe profesorët e universiteteve dhe për profesione të veçanta, si naftëtarët, pilotët e të tjerë, ligji shqiptar për pensionet parashikon kriteret të veçanta për të përfituar pensionin suplementar, i cili është një pension shtesë mbi pensionin bazë të pleqërisë. Për të marrë më shumë informacion dhe njëkohësisht për të kuptuar se si funksionon skema e pensioneve suplementare në Shqipëri, unë ju ftoj të ndiqni videon e plot të episodit e 11 Takimet e UTN. Të gjithë ju që ende nuk e keni bërë, unë ju ftoj dhe ju inkurajoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të UTN Hunaj për të ndjekur në kohë reale të gjithë informacionet dhe njohuritë që neve përcjellim përmes episodeve tona. Mirë takofshim!